Kemi pas rastin që të takohemi pas kthimit nga Orlando edhe me kryeministrin, i cili na ka prit në zyrën e tij. Po kom qef me shku në Azerbajxhan, po. Përshëndetje, unë jam Aulona Demolli, jam nxënëse e qendrës Kosova Global Talent. Ne këtu përveç përgatitjeve dhe trajnimeve të ndryshme që i mbajmë, sigurohemi që kjo punë të na shpërblet edhe me suksese të ndryshme. Për shembull, këtë vit kam marrë pjesë në Olimpiadat Neo Science dhe ato janë bajt në Florida të SHB-ve. Aty jam shpërblyer me 2 medalje, një Best of the Best, medalje të artë në kategorinë e kimisë dhe tjetrën medalje të argjend në kategorinë e biologjisë. Për mua nuk janë shumë të zërshme për shkak se gjithmonë kam qenë pasionante ndaj tyre dhe kam punuar më shumë me to. Mua më shumë më pëlqen fizika edhe matematika, po kam vendosur që me dal jashtë zonës së rahatisë, jashtë zonës së komfortit, edhe kam marrë pjesë në biologji edhe kimi, edhe jam befasu për së miri, për shkak se kam pas rezultate shumë të mira. Po, aty në mesin e qendra studentëve nga e gjithë bota, kam marrë 2 medalje, një Best of the Best dhe një të argjend. Mënyra se si ata janë përgatit ka qenë pak a shumë e ngjashme, për shkak se edhe ata ne kemi shfrytzuar shumë materialet për shembull në internet që mundemi gjetë, edhe ata pak a shumë e kanë pas të njëjtë procesin e përgatitjes. Unë i kisha këshilluar që ata vetëm me provu një herë, vetëm me pas se si po shkojnë gjërat, po edhe nëse nuk ju pëlqen shumë, ju kisha rekomanduar që me gjetë një fushë ose diçka që ata janë të mirë në të, edhe me vazhdu edhe fokusin me pas 100% vetëm në atë pjesë. Atje kemi bo edhe shumë vizita të ndryshme, me veçanta ka qenë vizita në NASA, që është aty në Florida. Një rast shumë interesant që ka qenë edhe kemi pas fatin me has në të, ka qenë lancimi i një raketa aty, që është diçka që nuk ndodh shumë shpesh, por ne kemi pas fatin me rastis në të, edhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Unë mendoj që vetëm me punu sa ma shumë edhe mu zhvillu në fusha të ndryshme. Për shembull, unë kam dëshirë që në të ardhmen të punoj për NASA-n, kështu që edhe për mua ka qenë një mundësi shumë e mirë edhe diçka që s'ka me harru kurrë. Unë Qumania, unë kam marrë pjesë në gara Hypo Olimpiad. Shpresoj se rezultatet e mira të dalin shumë të mira, të za ose vendi e parë, dytin ose tretin. Në këtë kurs mësoj anglisht dhe këtu mësoj shumë gjëra, për shembull gramatika anglisht, mësoj gramatika, lexime edhe shumë gjëra të tjera. Unë jam Kiana dhe jam kualifiku për garën e matematik në Azerbajxhan. Mua më pëlqen matematika, mësuesi mi tregon detyrat kur kam nevojë e të tjerë. Po kom qef me shku në Azerbajxhan, po krejt ndërtesat e larta dhe natyrën e bukur. Oliver is Ben's uncle. Liza is Ben's aunt. Paula and Molly are Ben's cousins. And write the words in the song. Listen and check. The explorers, here they come. Lucy and Ben, adventure and fun. Qendra jonë Kosova Global Talent Center është një qendër e cila merret me organizime të ndryshme edukative. Qendra Kosova Global Talent Center është themeluar në vitin 2024 dhe prej atëherë jemi marrë me aktivitete të ndryshme, me fokus të veçantë të fëmijët të shkollave fillore dhe shkollave të mesme. Dhe për këta fëmijë ne organizojmë përveç kurseve në fushat matematik, gjuhë angleze, teknologji dhe lanë shkencore, ju ofroj mundësi edhe për pjesëmarrje në gara të ndryshme ndërkombëtare. Pas kontakteve që kemi pas me olimpiada ndërkombëtare, të cilat janë të fokusuara dhe merren me organizimin e këtyre garave, ne kemi marrë përfaqësinë për shtetin e Kosovës, domethënë janë gara të cilat kanë të bëjnë me këto fusha që ne i kemi, siç e përmenda më herët matematik, teknologji, shkencë dhe gjuhë angleze, dhe pas nënshkrimit të marrëveshjeve me këto olimpiada, ne pastaj e kemi marrë drejtën me organizu garat për Kosovë. Fillimisht gara organizohet nivel Kosovës, është gara e hapur për gjithë nxënësit të cilët dëshirojnë me marrë pjesë. Pastaj bëhet procesi i seleksionimit dhe ky proces realizohet në bashkëpunim me olimpiada, domethënë ne i organizojmë garën këtu në Kosovë, por procesi shkon përmes tyre dhe vlerësimi është domethënë bëhet nga ana e olimpiadave, edhe është vlerësim online që hyn pastaj nxënësit në garë me
vendet tjera të botës. Normal që fëmijët e kanë një emocion të veçantë, por përvoja në këto gara po i vën ata me shumë vetbesim, po ja u zgjeron atë diapazonin e dijes tyne, edhe po e shohin që edhe fëmijët nga Kosova janë të njëjtë sikur se fëmijët e botës, domethënë nga gjenerata që këta kanë, po mendoj, me fëmijët e vendeve të tjera, kështu që nuk po e shohin asnjë dallim. Ndoshta tash edhe teknologjia dhe gjuha angleze është ajo që po i bashkon, edhe bota po duket sikur një vend i vogël, jo qysh na kemi menduar që nuk është diçka e parëshme për neve, kështu që edhe fëmijët nga Kosova nuk po është asnjë dallim me vende të tjera, dhe po të janë shumë të shoqëruar, domethënë po kanë mundësi që me e shfaq në mënyrë të barabartë talentin e tyre kudo në botë. Procesi që realizohet brenda Kosovës është një filtrim që bëhet, domethënë edhe fëmijët të cilët dalin të suksesshëm këtu në Kosovë, atëherë s'na ka ndodhur asnjëherë me pas një problem kur kemi udhëtu jashtë, domethënë kanë qenë shumë stabil. Këtë rast i falenderoj edhe prindrit të cilët na kanë shoqëruar edhe në udhëtimet tona, kemi qenë bashkë me prindrit të cilët janë një mbështetje shumë e madhe përveç për fëmijët e tyre, edhe për neve, edhe në organizim, edhe gjithçka tjetër, kështu që zakonisht kemi kaluar shumë mirë, domethënë nuk kemi pas diçka probleme në këtë drejtim. Në aktivitetet tona zakonisht mbështetësit më të mëdha janë prindrit e fëmijëve, të cilët japin gjithçka që fëmijët e tyre të avancohen, ju japin mundësi shumë, domethënë që kemi pas rast për shembull një prind ndoshta ka qenë shumë ul financiarisht, edhe ka qenë një rast shumë i prekshëm kur ka thonë që unë për fëmin tem, domethënë jam në gjendje me botë çmas, që mos i me ja hub këtë mundësi, domethënë kemi raste të tilla kur e kanë shumë vështirësi, domethënë me mbulu shpenzimet e tyre financiare. Mirë po ne në punën tonë kemi kontakte edhe me institucionet e Kosovës, me këtë rast i falenderoj edhe qeverinë edhe Ministrinë e Arsimit, të cilët na kanë mbështetur në udhëtimin tonë të fundit që patëm në Orlando të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe normalisht që ka qenë një ndihmës për prindrit dhe nxënësit të cilët nuk ju ka humbur mundësia me udhëtu atje, dhe kemi pas një udhëtim bukur gjatë, mirë po jemi kthyer me shumë suksese. Ne tërkohën jemi në kontakt me zyrtarët e Ministrisë së Arsimit dhe kabinetin qeveritar, dhe ata ne kemi pas rastin që të takohemi pas kthimit nga Orlando edhe me kryeministrin, i cili na ka prit në zyrën e tij bashkë me nxënësit, edhe ju ka dhënë premtim që domethënë kam qenë mbështetës në aktivitetet tona, edhe mbështetës në domethënë punën që bëjnë nxënësit edhe në sukseset e tyre, kështu që ne gjithmonë jemi në kohë me kërkesat tona, kemi bërë kërkesën edhe për udhëtimin tonë të radhës, i cili do të realizohet në muajin korrekt në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe po presim një përgjigje pozitive nga ana e Ministrisë dhe Qeverisë të Kosovës. Po patjetër, normal që unë përmenda edhe më herët, shumica e prindërve janë ata që bojnë çmas, që mos më ja hub fëmijëve mundësinë, mirë po ka edhe familje që edhe nëse përpjekjet e tyre janë maksimale nuk arrin, domethënë me mbar një mbështetje të tillë, kështu që gjithmonë një mbështetje edhe institucionale, mirë po edhe kanë ndodhur edhe kompanitë të ndryshme kanë qenë të gatshme me ofru mbështetje për fëmijët, edhe gjithmonë është një lehtësim, sidomos për familjet të cilat nuk arrin me mbulu këto shpenzime. Ne jemi përfaqësues të disa garave të ndryshme ndërkombëtare, ndërto është Olimpiada Atimo, e cila është me Selin në Turqi, është një olimpiadë matematikës, pastaj është Olimpiada HEPO, është Olimpiada e gjuhës angleze, është viti i 5 me radhë që na po marrim pjesë si Shteti i Kosovës, dhe çdo vit kemi pas rezultate të shkëlqyeshme edhe në këtë olimpiadë. Dhe planet tona, domethënë një plan afat shkurt, janë se tani në muajin maj po presim kualifikimet për garën HEPO, garën e gjuhës angleze, dhe në nivel Kosovës kanë marrë pjesë 850 fëmijë, dhe po presim domethënë rezultatet e fazës së parë të kësaj gare. Pastaj është finalja shtetërore, e cila do të mbahet në muajin prill, edhe pas finales shtetërore kualifikohen nxënësit nga Kosova, të cilat do ta përfaqësojnë vendin në Venecia të Italisë, domethënë në garë me vende tjera evropiane, kurse në muajin tetor pastaj është finalja botërore, që zakonisht ne kemi marrë pjesë, domethënë me nxënësit tonë, dhe kemi pas një rezultat shumë të mirë. Kurse sa i përket garës Timo, e cila është për matematik, kjo si vjet finalja e kësaj gare ka qenë planifikuar të mbahet në Azerbajxhan, dhe për shkak ndoshta edhe të situatës gjeopolitike aktualisht është ka qenë planifikuar të mbahet në muajin maj, tash do të mbahet finala në korrekt, kurse pas kërkesës që ne kemi bërë për nxënësit nga Kosova është refuzuar viza, domethënë për shkak që Azerbajxhani edhe nuk e ka njoftë, mirë po unë mendoj që ndoshta edhe kontributi jonë këtë drejtim është i mirë, sepse me kërkesat tona edhe të vendet që nuk po na njohin, atëherë domethënë këto shtete po e dinë që duhet të bëhet diçka në këtë drejtim, domethënë sepse nxënësit nga Kosova meritojnë që të jenë me nxënësit tjerë dhe të garojnë në mënyrë të barabartë, por
Ne këtë mundësi nuk ja kemi humbë nxënësve, Olimpiada na ka ofruar që testi për nxënësit nga Kosova dhe në finale të mbahet online, domethënë nga qendra jon, kështu që do të jemi të barabartë prapë edhe në këtë drejtim. Kurse në fund, domethënë e përmenda më herët, në korrekt kemi me udhëtu me nxënësit nga Kosova në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tashmë grupi vetëm është formuar, edhe do t'i marrim për secilin, tash është viti i 4 që na i marrin vizat për Shtetin e Amerikës dhe s'ka ndodhur asnjëherë me na u refuzu, domethënë gjithçka është në rregull, jemi duke ndjek procedurat, edhe do të vazhdojmë në fund të muajit korrekt të udhtojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pjesë dhe ku mëri mësua anglishtën shumë lartë dhe vazhë zyrtare prej Britanisë.